Atëherë zoti Gjika si e pat fitoren e Elbasanit me Teutën? Elbasani mund këtë javë mund të ketë bënë nga neshet më të mira. Fillimin e pat Durrësi, po lutem më mirë, pastaj ekipi organizu, u rregullu dhe filloi taktikisht lunte. Mbrojtësi i djathtë me mesfushën dhe me Semusin kombinoheshin jo i herë, po disa herë. Dhe kjo punë e trajnerit, kuptohet, sa ai nuk dali rastisht punë. Dhe ekipi jon luti shumë mirë për mua. Dhe i meritum fitoren. Tash ndoja mund të marrë dhe si të marrë, po ne e kërkum dhe e fitum. Mos ngelen gjatë tjetër vetëm t'i uroj Elbasanit gjithë mirët, t'jetë me kam tokë herë, të hekin dorë nga euforia, edhe të trajnerin ta ngjojnë. Se ka një trajner shumë gjendil. Ai ndoshta në rrimin e ka bë vetë, po për ta organizuar gjithë, për ta stimuluar dhe stafin tha, unë venosa ta bëj këtë punë me stafin gjithë. Bravo qaf, ashtu duhet, gjithë trajnerët duhet jenë gjentile që. Dhe ai për mua është trajner me kam tokë. Ndërkohë, në mesjavë është ndeshja për kupë me Partizanin, si e shihni sa rëndësishme është ndeshja e parë në Elbasan? Ndeshja me që e kemi në Elbasan, Partizani ka filluar e ka rregullu çiklojën. Tash na deli detyrë e madhe, detyrë shumë e madhe për ta fituar neshën këtu herë. Pastaj neshën e dytë tani shohim me bëjmë. Këtu duhet fitojmë. Ndërkohë në fundjavë është një ndeshje e vështirë për kampionat me vend e parë Vllaznin, edhe atë si e shihni dhe si e parashikoni? Në Shkodër e kemi çik të vështirë. Unë kam besim ke ekipi. Si kur të doj qik Zoti dhe fati, të marrim i pikë, do jemi shumë.